Geraldo, kanë kaluar 18 vite nga tragjedia e Gërdecit. Për të kthyer pas në kohë, para 18 vitesh, si e mbani mend ngjarjen? Ku ishit ju kur ndodhi shpërthimi? Unë nuk kam qenë në Marqinet, në Gërdec. Kam qenë duke luajtur futboll në Durrës, se kam qenë angazhuar me ekipet e paratorinive të Utës. Dhe në kthim, mora telefonatën nga Imat që shpërtheu Gërdeci dhe duhet të rikthesha në Durrës të shkoja te kushëri, por jam drejtuar më pas nëpërmjet rrugës vjetër te Spitali Ushtarak dhe aty kam takuar familjarët e mi, ku kemi qenë në kërkim të vllajt, gjyshit, dajave, kushërive të parë, të dytë, sepse ne jemi komunitet i madh që jemi të ardhur këtu në vitet 90, 85-90 dhe përbojmë nga kushërinje të afërm tanë. Shtëpia juaj ndodhej pranë fabrikës? Në vija Ajrore ndodhet diku te 200 metra larg. E kuptoj. Ju kishit të punësuar njerëz në atë fabrikë? Nga familja ime jo, po nga të afërmit e mi ishin njerëz të punësuar. Dua të them për koincidencë faktin që aty në Gërdec ka patur 2 demontime. Një ka qenë demontimi i fishekëve dhe më pas ka qenë demontimi i prellave. Në demontimin e fishekëve sigurisht që kam punuar edhe të mitur. Një ndër ata kam qenë edhe unë. Gjatë 3 muajve të verës, kur ishim pushim me shkollën. Në demontimin e prellave nuk kam punuar aty për shkak të shkollës, angazhimeve më pas, por që kisha dhe fëmijë të punësuar. Ju çfarë pune bënit konkretisht atje kur punonit atë kohë të pushimeve verore? Po, demontimi i fishekëve ishte heqja e fishekëve nga krori, hapja e arkave, gjëra të tilla, po tash rreth 1 muaj, 2 muaj pushimet e verës edhe jo më shumë. Sa fëmijë ishin të punësuar, me aq sa mban mend atë kohë? Nuk mund ta them dot një numër të saktë. Në përafërsi? Nuk e di. Di që kisha fëmijë të punësuar, po se sa mund të ishin numri jo. Pak a shumë ishin plagjes ose njerëz që vinin nga fshatrat e Vorës. E kuptoj. Atë kohë para se të ndodhte tragjedia, e dinit rrezikun që kishit aty pranë shtëpive tuaj? E dinit rrezikun që kishte ajo fabrikë? E merrnit me mend që një ditë edhe mund të ndodhte diçka e tillë, ndoshta jo në ato përmasa që ndodhi? Jo, nuk e merrnim me mend sepse shifnim mjetet e ushtrisë që sillnin municionet, edhe mendonim që ishim të sigurt nga shteti, nga Ministria që do ta mbronte. Nuk mendonim që të ndodhte një shpërthim i atill, derisa më pas erdhi. Ju keni humbur vëllain në atë tragjedi? Vllain, gjyshin, nusën e xhajas. Kuptoj. Ata ishin pranë fabrikës në ato momente? Arritët të qartësonit më vonë rrethanat? Vllai ka qenë duke luajtur me bicikletën time. Atë ditë pasi unë isha në Durrës, që ka marrë bicikletën pa leje në shtëpi dhe ka dalë të luaj, ku ka qenë afër repartit dhe vala e shpërthimit e ka djegur në masën 70%. Gjyshi nuk ka mundur të dalë dot nga krateri, ndërsa nusa e xhajas është gjetur e ndarë në dyshe nga një prell. Sot kanë kaluar plot 18 vite, gati 2 dekada nga tragjedia ku dhe ju keni humbur disa pjesëtar të familjes, 26 persona në total humbën jetën atë kohë. Si mendoni se ka vepruar drejtësia, si keni parë angazhimin e shtetit, e drejtësisë për ta zbardhur dhe për të vënë përpara përgjegjësisë autorët? Ka patur një hetim penal të prokurorisë të asekohet në vitin 2009, ku ka përfunduar dhe hetimet që komunikuar akuza. Sigurisht që dënimet kanë qenë qesharake,
më pas nga gjykatat penale, por ka patur edhe nga ato vendime që kanë mbyllur procese për shkak të imunitetit. Në thelb, drejtësia shqiptare ka dështuar të vendosi drejtësi për Gërdecin dhe ne prandaj jemi dyerve të gjykatave, prokurorive, jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë vendit, duhet të them gjykatën europiane e drejtave të njerëzit, ku kërkojmë të drejtën tonë për të vënë në vend dignitetit e atyre që humbën jetën. Unë nuk kam sot një përgjigje nga prokuroria, gjykatat shqiptare, se përse një vëlla nuk jeton më. Ai nuk ishte as punëtor, nuk ishte pjesë as e asaj fabrike, nuk ishte pjesë as e ndonjë institucioni shtetëror. Ishte një fëmijë që me biçiklet ishte duke luajtur. Dhe sot nuk jeton më. Ju personalisht, kë bëni përgjegjës për tragedinë e ndodhur 18 vite më parë? Besoj keni emra konkret. I keni artikuluar edhe gjatë këtyre viteve sigurisht. Shiko, ka një proces gjyqësor në GKK ku po del puzzle i plot i fajtorëve të tragjedisë së Gërdecit. Nëse do më pyetje në vitin 2009 se kë do bëja fajtor, do thosha bëja fajtor shtetit. Sepse ajo çfarë ndodhte në Gërdec ishte një proces te çdo imagjinate. Aty teknologjia më e madhe që ishte dardhët, pincat, çekiçi, sjepari, karroca dhe mjetet e ushtrisë që sillnin municion. Gjatë procesit gjyqësor, që po zhvillohet aktualisht në GKK familjes Duda, se do ishte për drejtësinë shqiptare, do ishte mbyllur kjo çështje, do ishte lënë arresën e dosjeve që kanë marrë plur në gjykatat e Shqipërisë. Po dalin dhe emrat e fajtorëve. Për shembull, në gjyq, në proces verbal, thuhet që nga njëri nga dëshmitarët që ministri i mbrojtjes që asaj kohe telefononte në telefon dhe i thoshte të sillte sa më shumë municion në Gërdec. Po ashtu del që 5 minuta pas shpërthimit të Gërdecit, ish ministri komunikon në telefon me djalin e Sali Berishës. Shkëlqen. Çfarë duhet të them? Edhe kur erdhën dëshmuan në gjykat, Shkëlqen Berisha u tha që kishin komunikuar për shkak se kishte një familjar të smur ish ministri i mbrojtjes. Pra përfuturo tallin që bëhet. 5 minuta pasi kishte shpërthyer reparti dhe ishte hedhur një fshat në erë, ish ministri komunikon telefon me djalin e ish kryeministrit për të thënë që tallin e një familjari. Kjo është tallje. Sepse minimumi ai në ato momente kushdo të ishte ministër, kushdo të ishte funksionar publik, nuk do të kishte kohë të merrte marrën e familjarit. E kuptoj. Besoni se do të ketë drejtësi? Besoni te drejtësia shqiptare? Ditë them që familja Durda sot, kudo, kur do, gjithnjë, gjithmonë, nuk do heqim dorë derisa të vendoset drejtësi për tragjedinë e Gërdecit. Nuk falim gjakun e një fëmije të pafajshëm. Kjo është parë në fakt këmbgulja juaj përgjatë këtyre 18 viteve dhe përmes protestave, keni duruar dhe gjithë kalvarin për dyert e gjykatave. Keni pasur presione për të hequr dorë, shantazhe, ftesa, kanë tentuar t'ju blenë? Duhet të rikthehemi se tashmë ka këto shantazhe, presionet, nuk bëjmë më përshtypje, po do të rikthehemi dhe
gjyqit në GKO para disa seancash ku ish ministri i mbrojtjes u ngrit i revoltuar dhe tha boll se kam 15 vite që ju dëgjoj. Mjafton ky fakt që ata e shfaqin edhe hapur tashmë publikisht në sallën e gjyqit presionin që tregon se sa trima janë. Po. Për të marrë edhe një përgjigje për pyetjen, edhe pse indirekt e datë? Sigurisht që kemi patur presione, po nuk na bërin përshtyp. Ju këmbgulni do të vazhdoni derisa të ketë drejtësi apo jo? Patjetër. Nuk e di, Geraldo, nëse keni ndonjë mesazh për drejtësinë, për shtetin? Jo, unë kam vetëm një mesazh për opinionin publik që tragjedia e Gërdecit dhe shumë tragjedi të tjera që janë nën pa udhëpardhur nga drejtësia shqiptare, opinioni publik meriton një përgjigje, të di se kush janë fajtorët e vërtet.